kur qytetari, kur prej tij kërkohet që të dëshmoj, atëherë dëshmia e qytetarit duhet të jetë një dëshmi e sinqert, dëshmi e vërtet, duke mos e ndryshuar në asnjë formë dëshmin, duke gjyku dhe duke dëshmu me drejtësi dhe duke mos i laku dhe duke mos lajthit në asnjë rrethon, as gjykimin e drejtë, as dëshmin, as provat e tjerë, e tjerë, e tjerë. Prandaj thot Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar në kapitullin An'am ajetin 152, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kur prej juve kërkohet të thuani një dëshmi, të dëshmoni, thuajeni të vërtetën. Bëhuni të drejtë. Mos i bishtoni të vërtetës. Walau kana dha qurba. Edhe nëse ajo pala tjetër që mund të dëmtohet prej dëshmisë së vërtet, është i afërt i joti, është i gjakut, ti je i obliguar, është urdhër që ta thuash të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Pavarësisht pala tjetër a është familjar dhe është i afërt i joti, por e vërteta dhe drejtësia është një parim i cili nuk duhet të cënohet asnjëherë në asnjë rrethon, pa marrë parasysh palët që në mesveti janë pjesë e atij kontesti që ata kanë në mesvete. Po ashtu Allahu dhul Gjelal në Kur'anin famlar në ajetin 135 Nisa thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah", o ju besimtar, çdo herë dëshmoni dhe thuani të vërtetën dhe bëni dëshmitar të vërtetë besnik, nga se kështu juve Allahu ju don. Walau ala anfusikum, edhe kur ndonjë dëshmi apo edhe kur për juve kërkohet me thonë të vërtetën, ajo është në dëm tuajin. Awil walidaini wal aqrabin, apo nëse është në dëm të prindërve dhe familjarëve tuaj. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Pavarësisht a jeni të varfër, a jeni të pasur, a ju dëmton materialisht apo nuk ju dëmton, e vërteta kur nga ju pritet ta thuani, duhet të thuani vetëm të vërtetën, nga se kështu Allahu na urdhëron dhe kështu Allahu pret nga ne që ne të dëshmohemi dhe ta themi të vërtetën.